400 automjete luksoze sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve janë blerë nga individ të paregjistruar në organet tatimore. Në një njoftim zyrtar, ky institucion bën të ditur se këto automjete luksi janë blerë gjatë vitit 2023-2024 nga persona të cilët nuk kanë të ardhurat të deklaruara. Ndaj pronarëve të këtyre automjeteve ka nisur kontrolli nga ana e drejtorisë së kontrollit të specializuar pranë administratës tatimore. Dhe në një mesazh në rrjetet sociale, tatimet u kërkojnë këtyre pronarëve të deklarojnë të ardhurat e përdorura për blerjen e mjeteve. Të gjithë individët që zotërojnë automjete të kategorisë luksoze do të përfshihen në procesin e verifikimit nëpërmjet analizës së të ardhurave të deklaruara, përputhshmërisë së tyre me vlerën e pasurive të zotëruara dhe dokumentacionit justifikues të burimit financiar. Administrata tatimore bën me dije se nëse nuk deklarojnë të ardhurat e përdorura për blerjen e këtyre automjeteve, do të kenë penalitete.